Po personat që promovojnë transgender, për çfarë terminologji ose si etiketohen ta? Shumica e tyre nuk e din as vetë, domethënë se çfarë. Prandaj gjehen, domethënë në mosha shumë delikate, të cilat mund të transformohen, ose me probleme shumë të rënda sociale, psiqike, emocionale, të cilët e kanë më të lehtë, domethënë që të transferohen ose të bëjnë transgenderin. Edhe sigurisht pastaj ushqimet e të gjitha këto ndikojnë, por këta vetë promovojnë, domethënë atë idenë e liris, më vjen pak çudi se të gjitho liberalet e mëdhenj deri dje nuk i shifnin të gjitha këto, dhe tani janë pikërisht këto që dëgjon dhe flasin dhe këta për satanizmin, dhe këta për Epsteinin. A thua se nuk i pan, nuk i jetuan, ata ishin të parët që e promovonin dhe e kishin qef, ndërkohë që atje brenda ziheje bëhej çdo lloj transformimi i të mëshmi qenies njerëzore. Çfarë duhet ndodhë në këto raste që të paktën të ruajmë pa u prekur fëmijët? Mbi të gjitha, a arrim dot që t'i ruajmë fëmijët pa u prekur nga letimi, nga ngjarjet e përditshme që janë duke ndodhur? Është pothuajse e pamundur që ky brez që po vjen të jetë i paprekur. Për ta do të jetë një normalitet kjo pasqyrë që ne kemi lënë, ashtu siç na lanë ne ata të parët një pasqyrë të shtrëmbur, të thyer apo si, pa asgjë, edhe ne duhet bëjmë kujdes se çfarë pasqyrimi po lëm, sepse nuk mund t'i thuash që mos e bëj këtë kur ndërkohë ai e shikon. Edhe do jetë pak e vështirë nëse nuk ndryshojnë për shembull agjendat globale, nëse njeriu në masë nuk ndryshon në ndërgjegjen e tij që të sjellë një evolucion më të mirë se ky që kemi. Pra, nuk mund të t'i kufizojmë, por ndërkohë mjafton t'i informojmë që ka kështu, po ka edhe kështu. Sepse është pothuajse pamundur që mos të preken dhe mos ta shohin. Ndërkohë, mendon që është ajo që po qarkullon në rrjetet sociale dhe automatikisht bën të mendosh që sa më fuqi të kesh, sa më fuqiplot të jesh, edhe sa të kesh arritur gjithçka, aq më tepër je i prirur për vepra të shëmtuara. Po, sepse mbaron ajo është varfëria shpirtërore që rritet në momentin që ti arrin gjithçka materiale, pra manifestimi material. Pra kush i bën këto? I bën sunduesit, i bën politikanët e mëdhenj, i bën udhëheqësit? Sigurisht, ata që administrojnë këtë botë ose qenia parazitare që ka ardhur këtu mbi 12.000 vite më parë, ka bërë një implantim të thuash ADN-s të tyre me racën që ishte këtu. Dhe gjitha kjo është në administrim tashmë, gjithë kupola e qiellit është e mbyllur, dhe gjitha këto të tjera që thuan që ikën në hënë, ikën këtu, ikën aty, janë komplet farsa, dhe sigurisht ato i nxjerrin vetanim. A ikën njeriu në hënë? Jo, absolutisht. A ka ikur njeri në hënë deri më sot? Mjafton një gënjeshtër që të kuptosh që të hedhësh poshtë gjithë ato. Domethënë pse ka gjurmë në hënë, pse fryn erë në hënë dhe flamuri valvite. Do kush ja bëri atë foton që të rish, domethënë 2 sekonda, 5 sekonda të bësh foto, domethënë sigurisht këtu matante. Ku diun.